duken që janë në situata mirë apo keq, po mirë apo keq. Jo, problemi më i madh i një gruaje në vendimarrje dhe çdo njeriu në vendimarrje, po një gruaj që shikon me më shumë ngjyra situatën është që asnjëherë nuk është bardhëzi situata. Unë kam 2 materiale nga intervista shumë e mirë e Barack Obamas. Unë do i kërkoj stafit 2 minuta ta ndiqni, çfarë ai thot për Michelën, çfarë ai thot për Tom. Dhe dua vetëm një analizë të vogël për t'ju thënë një gjë. Kategoria jonë që jemi këtu nuk vuan nga mos kuptimi se çfarë është e mirë e çfarë është e keq. Le mos trajtohemi si dement me njëri tjetrin, si budallë. Ne vuajmë nga aftësia për të marrë vendime në situata komplekse. Kur ti 51 me 49 dyshon gjithmonë. Kur ti e din që nëse ti e vijon dhe pak sakrificën, do bëhesh shumë e nevojshme. Po në rast se ti nuk e vazhdon me sakrificën, mundet të të zëvendësojnë. Po në rast se ti nuk je dhe kjo mundet që të konkurrojnë, sepse e kanë në dorë ata. Mbetet përsëri që në vendimarrje 80% janë burra. Por nga ana tjetër ti e di shumë mirë se si bëhet ndryshe, po e di shumë mirë që ky këtu, dhe s'po flas si burrat se meritojnë flat, ky nuk është rrit ndryshe dhe kaq di. Hajde ta ulim tani stekon sepse ky kaq pranon, ti bëhemi të pranueshëm që të arrijmë të mbijetojmë. Situatat janë komplekse. Dhe në situata komplekse, na duhen her pas here disa sinjalistika që të na qartësojnë që 49 tash 49, 51 është 51, që me 2% mund të ndryshojë jeta. Sepse pushtetet nuk kërkojnë ndonjëherë 78 mandate si po kërkojnë tani, se janë situata sui generis. Kërkojnë 71 dhe po morën 71 mbajnë dhe 81.